Lulzim Basha edhe pse i ri në moshë mori pozicionet më kyçe në drejtimin e shtetit, por duket se karriera e tij politike u mbyll pa lavdi dhe i braktisur nga ato që dikur e kanë mbështetur. Dorëheqja nga drejtimi i Partisë Demokratike duket se i ka marrë përmbar Lulzim Bashës. Gjatë kohës që ka qëndruar në heshtje, ai ka punuar fort në prapasken. Kjo duket qartë, sepse ai ka hyrë në radhën e deputetëve më të pasur të kuvendit. Basha është babai i 2 vajzave, ai e bën jetën midis Hollandës dhe Shqipërisë, ndërkohë që në Shqipëri rezulton se ka një pasuri prallore, jo vetëm ai, por edhe bashkëshortja e tij. Sipas deklaratës së pasurisë që ka dorëzuar pranë institucioneve, rezulton se bashkëshortja e Lulzim Bashës ka trashëguar 5 apartamente dhe 5 garazhe. Mjafton të theksojmë këtu se vetëm një apartament që ajo e ka në rezidencë është 1000 metra katror, pra i gjithë kati i një pallati. Por jo vetëm kaq, gruaja e tij ka trashëguar shuma të mëdha parash dhe fitime të majme nga qerat. Ndërsa nëse flasim për Lulzim Bashën, ai deklaron se ka shitur prona, ku vetëm një aset ka patur vlerën 600.000 euro, ndërsa familjarët i kanë dhuruar rreth 100 milion lek. E thënë më shkurt, Basha në emër të tij ka pasuri të deklaruar disa miliona euro, një shumë kjo të cilën do ta kishin si li edhe parlamentarët në çdo vend tjetër të botës. Teksa i ka dhënë fund karrierës politike, duke se Basha po shijon jetën e tij larg politikës dhe stresit. Me pasurinë që ka vënë, ish lideri demokrat mund të bëjë një jetë luksoze dhe ai nuk ja mohon kurse si vetes këtë kënaqësi.